Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një lexim për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, më falni, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Por dhe të gjithë ata që duan të dinë për hartën e tyre personale, për ascendenten ku e kanë, por dhe planetet e tjera, mund të bëjnë të rezervojnë për të marrë ato shërbimet e nevojshme. Gjithsesi, ju ftoj të ndiqni videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë viti. Videot e muajit janar, shkurt, më falni, sepse dhe aty përfshihet i gjithë muaji. Videot e javës, por dhe videon e hënës së plot, sepse ka efektet e veta, por dhe me tema për dashurinë. Atëherë, do fillojmë pa humbur kohë. Unë mendova të bëj diçka ndryshe, mora 2 grupe letrash. Grupi parë ka hënën e plot, ka gurin e hënës, me që jemi të hënë e plot. Ndërsa guri dytë ka syrin e tigrit, për gjithë ata që duan të zgjedhin grupin numër 2. Dhe fillojmë me grupin numër 1. Grupi i gurit të hënës. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Ti përzim letrat, se nuk i kam përzier. Atëherë ju shoh që jeni ju ose keni njohur një person nëpërmjet shoqërisë tuaj, aty ku keni dalë në grupe njerëzish, ose në rastin tjetër mund të jetë që një person, ju ndoshta do jeni duke dalë këto ditë, ose para festës ose ditës së dashuruarve, dhe aty do të rriqni një person. Është për gjithë ata që janë të lirë. Të rriqni një person aty ku mund të keni shkuar, të pini një gotë ose diçka tjetër, ndërsa pjesa tjetër mund të jetë një person i shoqërisë tuaj që ju keni hyrë në një njohje. Gjithsesi, ju shoh që largoheni nga diçka për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Ndoshta ju jeni të fokusuar për të bërë një fillim të ri, ose për pjesën e personave që dëshirojnë të bëjnë, për pjesën tjetër mund të jeni duke u larguar nga ky person. Por ndërkohë shoh një person përballë jush, që është një person që ka një energji të jashtëzakonshme, ka qëllime në veten e vet, në lidhje me një takim me ju dëgjues. Gjithsesi, ky është një person që ndoshta dëshiron ta bëjë këtë fillim të ri, është entuziast, një karizmatik si tip, mund të jetë energji femërore ose mashkullore, nuk ka rëndësi. Gjithsesi, është një tip që ndoshta ose një person që ju frymëzon. Dhe ka dhe mendime emocionale në lidhje me ju. Ndoshta ky person dëshiron që ju t'i bëni përshtypje këtij personi, sepse e shohim këtu, mund të jetë një person i shoqërisë tuaj, por mund të jetë edhe një person në një grup njerëzish ku ju dilni. Gjithsesi, ky person kërkon të marrë informacione në lidhje me ju dëgjues. Por unë shoh që ju do merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj për të bërë një fillim të ri. Dhe vazhdojmë, shohim, kemi energji të shenjave të ujit dhe të zjarit. Dhe shohim energjinë që na sjell treshi kupave. Unë shoh një takim dhe festime këtu. Jemi te energjia e shenjave të zjarit, energjia e shenjave të tokës. Shoh që do keni një takim me këtë person, do jeni duke festuar, ndoshta edhe ditën e të dashuruarve, por ndërkohë është edhe një person që do dëshiroj që të hedhë baza ose të hedhë themelet forta në lidhje me këtë dashuri. Do diçka të qëndrueshme ky person. Gjithsesi, është një person që mund të dëshiroj që të ketë këtë takim në lidhje me ju, ndoshta të marrë një ktesë dhe për mirë ky takim që do keni, ose
gjërat të shkojnë më tej për të qenë një njofje ose lidhje ku ju do arrini të bashkëpunoni me njëri tjetrin. Bashkëpunim quhet kur dy persona bien dakord. Por shoh që këtu kërkohet një lloj stabiliteti në një njofje ose në një lidhje. Për gjithë ata që mund të jenë edhe në njofje, shoh që ju do keni festime, do jeni duke u takuar me këtë person, do ndjeni shumë entuziast. Dhe shohim energjinë e tetës së kupave ku ju largoheni, lini mbrapa diçka për të filluar diçka tjetër. Unë ju shoh që jeni, nuk e di, ju ndiheni si të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, për gjithë ata që largohen nga një njofje ose lidhje, jeni ndier të sakrifikuar në këtë lidhje ose në këtë njofje. Ju jeni duke menduar, ndoshta ky person nuk ka dhënë aq sa duhet tek ju, ju ndiheni të pakënaqur nga një njofje ose lidhje, por ndërkohë ju shoh që keni dhe frikra emocionale ose paqartësi më saktë në lidhje me këtë person. Është diçka që ndoshta ju nuk jeni ndier aq mirë me këtë person, por edhe me premtimet që ky person mund t'ju ketë dhënë. Ndoshta ky person është duke menduar në këto momente çfarë ka bërë në lidhje me këtë njofje ose lidhje dhe çfarë duhet të bëj. Ndoshta ky person dëshiron të mbylli diçka ose është duke menduar se si të japi drejtim emocioneve të veta në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi këtu shoh që është një energji e tillë ku ka paqartësi, ka frikra emocionale në lidhje me këtë njofje që ju keni ose me këtë lidhje. Dhe vim të energjia e shenjave të zjarit, këtu kemi energjinë e shenjës së gafores, por dhe të ujit. Atëhere, kemi energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të zjarit përsëri. Shoh që ky person është i vendosur në qëllimet e tij, është një person që ka një energji të jashtëzakonshme, një person karizmatik dhe shoh që është i vendosur në qëllimet e tij në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ky person dëshiron të japi shumë pasion në lidhje me këtë njofje që ju keni ose me këtë lidhje, por shoh një energji femërore që është konfuze, sikur nuk jep zgjidhje kësaj njofje që keni ose kësaj lidhje që ju mund të keni. Gjithsesi, është një energji që dëshiron të mbrojë veten e vet. Ndoshta ky person mund të ketë qenë duke ndëruar në lidhje me ju, por është në një situatë që personi është duke menduar për të mbrojtur veten e vet, kjo gjë e fut në konfuzion për të bërë këtë fillim të ri, por del nga kjo situatë dhe unë e shoh që edhe personi vendos qëllime vetes dhe është një energji e barabartë shoh këtu, sepse kemi një energji mashkullore të vendosur në qëllimet e veta, kemi dhe një energji, një mbretëresh të zjarit që është e vendosur në qëllimet e veta. Është një energji karizmatike ku ka shumë pasion në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi, është një person që kalon një situatë ku ndoshta nuk është gati akoma ky person në lidhje me këtë njofje që keni ose me këtë lidhje. Ju ndoshta doni ta çoni para këtë në një bashkëjetesë, në një fejesë ose në një bashkim, por shoh që këtu janë dy persona me qëllime të barabarta ndaj njëri tjetrit, duke menduar se si ta çojnë para këtë pasion që kanë ose këtë dashuri. Dhe këtu kemi disa shkronja, kemi shkronja B, shkronja N, shkronja P, shkronja M, N përsëri, kemi Z ose X, por kemi edhe shenjën e infinitit. Gjithsesi, shoh qëllime në lidhje me këtë njofje që keni ose këtë lidhje. Dhe unë do marr tarotin romantik për të parë se si do shkoj kjo njofje që ju keni. Gjithsesi, shoh që një person ndoshta largohet nga diçka, ka paqartësi, frikra emocionale, ndoshta është një person që edhe është konfuz akoma nëse do futet do bëj një njofje të re, sepse kemi hënën e re këtu. Por shoh dy persona që mendojnë njësoj, veprojnë njësoj, janë në një energji zjari, në një pasion,
me njëri tjetrin, por janë dhe dy persona karizmatik. Dhe shohim si do shkoj kjo histori në lidhje me ju. Dhe kemi energjitë shenjave të tokës dhe të ajrit. Gjithsesi, shoh një energji femërore që është duke menduar seriozisht në lidhje me energjinë maskullore. Por dhe një energji maskullore që është duke menduar për të investuar përsëri te kjo dashuri, te ky person, në një njohje që keni ose në lidhjet që ju keni. Por shoh që është duke menduar akoma, dëshiron të investoj, por është duke menduar se si mund të afrohet përsëri tek ju. Ndoshta është diçka që ky person po ta vëmë re ka marrë një buqet me lule në dorë dhe mendon se si të vi drejt jush, si të investoj përsëri tek ju dëgjues. Ndoshta mund të ketë dhe kundërshtime mendimesh në lidhje me këta dy persona, ndërkohë energjia femërore është shumë e vendosur dhe po mendon shumë seriozisht. Energjia maskullore këtu mendon që të investoj përsëri në këtë njohje ose lidhje, por ndihet akoma që ka nevojë ndoshta të mendoj dhe aty ose të keni dhe disa diskutime, sepse shoh që keni diskutime, por do keni dhe kundërshtime mendimesh me këtë person. Mund të jetë edhe një person që mund të jetë pak i ftohtë nga natyra dhe mund të jetë dhe një person që përdor më tepër pjesën e logjikës, ose mund të jetë edhe një energji maskullore që i është bërë një padrejtësi dhe mendon se si të investoj te ju dëgjues, te kjo njohje që keni ose te kjo lidhje. Dhe vazhdojmë. Atëhere, unë shoh mund të jetë një person doli përsëri, jemi te Treshti i Kupave, siç ishim në fillim, është një person i shoqërisë tuaj. Mund të jetë një person që ju mund ta keni njohur në një ambient ku keni dalë duke pirë diçka, në një grup të vogël njerëzish, ose një person që e keni njohur nëpërmjet shoqërisë tuaj. Gjithsesi, unë shoh në fund të leximit që ky person po tregohet shumë gentil, kemi energji uji këtu, dhe me shumë gentilezë do kërkoj që ju të keni një ndoshta ju fton për të dalë së bashku, ose fton që ju të njiheni më mirë së bashku, ose të keni diskutime për t'i çuar gjërat para. Dhe marrim një mesazh nga angjet. Atëherë kemi mesazhin nga angjet që ju thotë: mos qëndroni të ngrirë para kësaj historie, para një njohje, para lidhjeve që ju keni ose për të futur në një njohje. Bëni gjërat të moshës tuaj, nëse ju jeni të rinj dhe vërtet dëshironi të keni një njohje të re me një person, atëherë mos mbani këtë maskë që mbani në fytyrë, që ju nuk mundoheni të jeni sa më të tërhequr, por bëni gjërat që ju vërtet ju bëjnë të ndiheni mirë, të ndiheni të kënaqur, por që të jenë gjërat të moshës tuaj. Dhe gjërat që ndoshta frikrat që mund të keni brenda vetes, mendimet e këqija që mund të keni brenda vetes, mirë është thotë që t'i largoni në lidhje me këtë njohje ose me këtë lidhje. Marrim dhe një tjetër. Këtu ju thotë, gjërat do shkojnë përpara, thotë. Jepini fund vështirësive që mund të keni hasur në lidhje me një njohje ose me një lidhje, sepse jeta është një udhëtim, thotë. Është një mesazh fantastik, nuk më ka dalë ndonjëherë ky mesazh. Thjesht jeta është një udhëtim për të gjithë ju. Nëse dëshironi të futeni në një njohje të re, atëherë merreni si një udhëtim, si një person që do hyjë në jetën tuaj, por pastaj lërini gjërat të zhvillohen vetë. Atëherë, kjo ishte për grupin numër 1 dhe do vazhdojmë në lidhje me grupin numër 2. Atëherë, vazhdojmë me të gjithë ata që zgjodhën grupin numër 2, kanë zgjedhur syrin e tigrit. Dhe shohim energjinë që na vjen.
dhe nxjerrim 3 letra. Atëherë këtu kemi energjitë shenjave të ajrit dhe kemi energjinë e shenjës së demit. Shoh që për disa prej jush, ndoshta ju dëshironi të bëni gjëra shpejt, dëshironi të shprehni këto emocione shpejt, dhe dëshironi të jepni zgjidhje, një njohje që keni ose në një lidhje. Por është një energji pak shpërthyese, por edhe diçka që ju dëshironi ta bëni sa më shpejt. Mund të jenë që disa prej jush mund dëshironi të futeni në një njohje dhe dëshironi të futeni sa më shpejt, të keni një njohje ose lidhje. Ndoshta ju keni qenë të pashpresë deri në këto momente, nuk ka dalë njëri në jetën tuaj, një person që ju vërtet të jetë ashtu si ju e dëshironi, por ju shoh edhe të nxituar. Keni marrë eksperienca në lidhje me njohjet, lidhjet, jeni duke menduar të fusni një frymë të re, për të qenë në një njohje të re, ose në rastin tjetër për t'i bërë gjërat shpejt në lidhje me një person. Sepse jemi te kryeprifti këtu, që është një kartë e arkanës së madhe, dhe shoh që ju dëshironi të keni një takim me një person, ose ju dëshironi të kaloni në një bashkëjetesë me këtë person, ose në një fejesë, ose edhe ta finalizoni në një martesë. Gjithsesi është diçka që ju po e mendoni mirë dhe po përdorni logjikën në lidhje me këtë person. Ndoshta ky është një person me një energji pak të shpejtë, të vrullshme, sepse jemi te energjia e shenjave të ajrit këtu. Mund të kërkojë dhe personi që ju të bëni diçka të tillë, ose mund të jeni ju që kërkoni që të keni një bashkëjetesë, një fejesë ose një martesë me këtë person. Ne shohim te energjia e ajrit se çfarë na sjell. Kemi përsëri energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të zjarit. Atëherë ju shoh që ju keni ngecur mendime negative në lidhje me një person, ndoshta ju dëshironi të vendosni kufim në lidhje me këtë person, ndoshta kufim më të shëndetshëm. Kemi një energji mashkullore këtu, që mund të ketë një farë egoizmi, por shoh që ka egoizëm te të dy personat, sepse jemi te energjia e pesës shkopimve, ku tregon një lloj konkurrence dhe një lloj egoizmi në lidhje me këtë njohje ose me këtë njohje ose lidhje që ju keni. Gjithsesi, keni ngecur në mendime, ju mendoni negativisht se ky person është egoist, por këtu tregon që janë të dy personat egoist, dhe secili tërheq në gjërat e veta. Dhe kjo gjë ndoshta ju ka bërë që të mendoni negativisht në lidhje me këtë njohje që keni ose me këtë lidhje. Gjithsesi, për një pjesë tjetër mund të keni ngecur në mendime në lidhje me disa situata tensioni që mund të kenë ndodhur me këtë person. Gjithsesi, ju shoh që keni marrë eksperienca dhe jeni duke menduar me logjikë se si të jepni drejtim kësaj, për të pas një takim me këtë person, për ta finalizuar ose për ta çuar më përpara këtë njohje. Dhe ja shohim çfarë mendon ky person në lidhje me ju. Atëherë, këtu kemi energjitë shenjave të ajrit, kemi energjinë e shenjës së demit, akrepit, luanit dhe virgjëreshës, por dhe shenjat e ajrit komplet. Unë ju shoh që keni marrë eksperienca, jeni duke futur një frymë të re, ky person dëshiron që t'i japi një drejtim më të mirë kësaj njohje ose lidhje që ju mund të keni, duke lënë mbrapa gjitha këto vështirësi që tensione dhe stres që mund të keni kaluar, dhe duke kaluar kohë së bashku, duke pasur disa diskutime, dhe për t'u përballur me njëri tjetrin, ose me një të vërtet të rëndësishme që ju keni me njëri tjetrin në këtë njohje ose lidhje. Gjithsesi, unë shoh që fati ju ndihmon, dhe fati do t'ju ndihmoj që ju t'i çoni gjërat para me këtë person, edhe pse momentet mund të kenë qenë shumë të vështira. Mund të kenë qenë momente tensioni, momente trishtimi në lidhje me ju. Dhe ky person dëshiron të bëjë gjitha llojet e diskutimeve me ju dëgjues. Por është edhe një person që do ta lej këtë pjesë
të vështirë të historisë tuaj mbrapa për t'i dhënë një drejtim më të qetë për të shkuar diku, për të larguar nga këto situata, por edhe ndoshta për t'i dhënë përparësi kësaj njohje që keni ose kësaj lidhje, duke i çuar gjërat para. Sepse shoh që fati do t'ju ndihmoj në lidhje me këtë histori që keni. Dhe do shoh energjinë e të dyve këtu, sepse më del karta e kryepriftit, ku janë të dy personat. Si do jetë kjo në vazhdimsi, si do shkoj në vazhdimsi kjo situatë në lidhje me këtë histori. Atëherë, kemi energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ajrit. Atëherë, unë shoh që ju do arrini ta stabilizoni, ndoshta do keni një takim me këtë person, do shkoni diku, do jeni më bashkëpunues me njëri tjetrin, do ndjeni me entuziazm, por ndërkohë shoh dhe një lloj stabiliteti që ju do arrini ta stabilizoni këtë njohje që keni ose këtë lidhje, ose këto konflikte, ose një lloj egoizmi që ju mund të keni pasur në këtë njohje ose në këtë lidhje. Por gjithsesi do futeni brenda intuitës tuaj, ose ju do dëgjoni intuitën tuaj, shoh që do keni të aktivizuar syrin e tretë që ka lidhje me intuitën, dhe ju do arrini të jepni zgjidhje kësaj situate që mund të keni, duke i parë gjërat në një këndvështrim tjetër, duke bërë që ky person ndoshta të mendoj më seriozisht në lidhje me ju, dhe mos keni këto kundërshtime, mendimesh që keni, ose disa situata tensioni që mund të keni, ose nuk e di, situata pak të vështira që ju keni kaluar në lidhje me njëri tjetrin. Gjithsesi unë shoh që ju do arrini ta stabilizoni, intuita do t'ju ndihmoj në lidhje me këtë dashuri, me një takim, me një finalizim, ose edhe në lidhje me një njohje të re që ju mund të bëni. Dhe marrim orakullin, marrim tarotin romantik. Atëherë, këtu kemi energjitë shenjave të ujit, të ajrit edhe të zjarit. Unë shoh një energji femërore, ndoshta jeni ju, ose ju mund të merrni energjitë edhe në të kundërt. Është një person që heq maskën për të shprehur këto emocione që ka në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi, edhe pse heq maskën, dhe pse shpreh ato ndjenjat që ka në lidhje me këtë njohje që ju keni ose me këtë lidhje, i shoh që ju jeni duke menduar ndoshta për ta ftuar këtë person në një tryezë, ndoshta për të shkuar diku, për të qenë së bashku, për të pasur disa diskutime këtu me personin, dhe në fund unë shoh që ju do t'i lini problemet mbrapa, dhe shoh një takim shumë romantik në lidhje me ju. Ndoshta ju do shkoni në një vend të qetë për të kaluar momente romantike me njëri tjetrin. Por gjithsesi duhet keni kujdes, sepse është një person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë. Ndoshta ky person bëhet xheloz në lidhje me këtë njohje që ju keni ose me këtë lidhje. Se po të vëmë re këtu, është një person mbrapa hekurave, është gjatë gjithë kohës duke parë këtë çift. Gjithsesi unë shoh një energji mashkullore që është e vendosur në qëllimet e veta në lidhje me këtë takim dhe me momente të bukura që ju do kaloni së bashku. Dhe unë do shoh, do marrë dhe një mesazh nga angjit. Atëherë, mesazhi nga angjit ju thotë, është një moment, jemi te energjia e zjarit, është një moment që ju do arrini të stabilizoni situatat që mund të keni në njohjen ose në lidhjen tuaj, sepse unë e pash gjatë gjithë leximit që ju arrini të stabilizoni këtë njohje ose këtë lidhje, sepse ky person dëshiron të lëjë mbrapa gjithçka, të ketë diskutime me ju, dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë
kësaj njohje ose kësaj lidhje që keni, por është dhe fati në anën tuaj. Dhe ju thot, është një lumturi e plot në këtë dashuri që ju keni. Domethënë do ndodhi diçka, do jetë diçka e plot në lidhje me këtë njohje që keni ose me këtë lidhje. Ju do ndjeni shumë entuziast, do jeni duke e festuar. Të paktën kjo mesazhi nga angjëjt të tregon. Marrim dhe një tjetër. Nuk tham tek ky lexim, por mund të jenë persona në distancë sepse jemi tek kalorësi i shpatave që në fillim të leximit. Atëherë, kjo ju thot, ju do ndjeni më të sigurt, do përdorni shumë fort pjesën e mençurisë, do jeni shumë karizmatik gjatë momentit që ju të arrini të stabilizoni, të keni një takim, të jeni duke e festuar. Atëherë unë ju shoh që ju sikur do dilni te vetja juaj, do ndjeni më mirë. Dhe thot që ju do hapni krahët dhe të fluturoni. Mos e ndaloni veten tuaj në lidhje me këtë dashuri që keni. Përqafoje këtë moment kaq romantik dhe kaq të bukur që ju do keni me njëri tjetrin. Është një mesazh fantastik edhe ky. Atëherë kjo ishte për gjithë ju. Uroj që vërtet keni edhe pse do bëjmë video të tjera, një Shën Valentin sa më të bukur. Ju të ndjeni sa më të dashuruar me personat që keni në jetën tuaj. Atëherë, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit të shkurt, videot e javës që sapo kemi postuar një ditë para, hënën e plot, por dhe tema për dashurinë, por edhe videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë viti. Atëherë, ju uroj një mbasditë të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një javë sa më të mbar në vazhdimsi. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.